Faleminderit, zonja presidente, Vjosa Osmani mbyll një mandat që i dha zë dhe dinjitet Kosovës. Sot, më 4 prill 2026, përfundon mandati 5-vjeçar i presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, e zgjedhur në këtë detyrë më 4 prill 2021 si presidentja e 6 e Republikës së Kosovës. Fundi i mandatit të saj vjen në një kohë të ndërlikuar për jetën institucionale të vendit, mes bllokimesh politike dhe debatit për zgjedhjen e presidentit të ri. Por përtej krizave të ditës, përtej përplasjeve parlamentare dhe llogarive të politikës së zakonshme, emri i Vjosa Osmanit do të mbetet i lidhur me një presidencë që për shumë qytetarë përfaqësoi seriozitet, dinjitet shtetëror dhe një zë të qartë në mbrojtje të Republikës së Kosovës. Gjatë 5 viteve të saj në krye të shtetit, ajo u bë një nga figurat më të dukshme të përfaqësimit institucional të Kosovës, si brenda vendit, ashtu edhe në arenën ndërkombëtare. Vjosa Osmani nuk largohet nga presidenca thjesht si një emër në radhën e kreut të shtetit. Ajo largohet si një figurë që për shumë shqiptar i dha zyrës së presidentit peshë politike, qartësi publike dhe qëndrim të lehtësueshëm në çështjet më të ndjeshme të shtetit. Në një rajon ku shpesh institucionet lëkunden mes kompromiseve të paqarta dhe krizave të përsëritura, Osmani u perceptua si një presidente që e mbrojti me vendosmëri subjektivitetin e Kosovës dhe artikuloi pa hezitim të drejtën e saj për sovranitet, barazi dhe respekt ndërkombëtar. Kjo është një vlerësim editorial i mbështetur te profili i saj publik dhe roli i saj zyrtar gjatë mandatit. Mandati i saj përfshiu një periudhë politikisht të vështirë, me tensione të vazhdueshme në raportet me Serbinë, me përballje diplomatike, me sfida të brendshme institucionale dhe me nevojën që Kosova të ruante vazhdimisht kohezionin e vet shtetëror përballë presioneve të jashtme dhe mosnjohjeve. Pikërisht në këtë terren, presidenca e saj mori rëndësi të veçantë. Ajo u shfaq si një figurë që kërkoi të mbante të paprekur vijën e interesit shtetëror, duke i dhënë presidencës një profil që për shumë kënd u lexua si më aktiv, më i kthjellët dhe më përfaqësues. Kjo pjesë përmban interpretim analitik mbi një mandat që zyrtarisht zgjati nga 2021 deri më 4 prill 2026. Fakti që fundi i mandatit të saj po ndodh në një klim të tendosur politike vetëm sa e bën më të fortë peshën e këtij kapitulli. Reuters ka raportuar se përpjekja për zgjedhjen e presidentit të ri dështoi në mars, parlamenti u përfshi në një ngërçtëri dhe më pas gjykata kushtetuese ndërhyri, duke e zgjatur më tej krizën institucionale. Kjo do të thotë se largimi i saj nuk po ndodh në qetësinë e një tranzicioni normal, por në një moment kur vetë arkitektura politike e Kosovës po testohet seriozisht. Megjithatë, pikërisht në kohë të tilla maten edhe figurat shtetërore. Jo vetëm nga sa gjatë qëndrojnë në detyrë, por nga mënyra si e mbajnë peshën e saj. Në këtë aspekt, Vjosa Osmani do të kujtohet nga shumë qytetarë si një presidente që e përfaqësoi Kosovën me gjuhë të qartë, me profil dinjitos dhe me ndjeshmëri të fortë ndaj interesit kombëtar. Për shqiptarët, sidomos në kohë sfidash rajonale e ndërkombëtare, një figurë e tillë nuk është thjesht institucionale, është edhe simbolike. Është fytyra me të cilën shteti del para botës. Kjo pjesë është vlerësim editorial. Prandaj, sot nuk është thjesht dita e mbarimit të një mandati. Është edhe një moment reflektimi për atë që përfaqësoi kjo presidencë për Kosovën. Në kujtesën e shumë qytetarëve, Vjosa Osmani do të mbetet si presidentja që e mbajti lart figurën e shtetit, që i dha zë Kosovës në forumet ndërkombëtare dhe që në një kohë jo të lehtë, u përpoq ta ushtrojë detyrën me seriozitet kushtetues dhe dinjitet kombëtar. Fakti që ajo ishte presidente nga 4 prilli 2021 deri më 4 prill 2026 është zyrtar. Mënyra si do të mbahet mend, tashmë po shkruhet në kujtesën politike të Kosovës. Faleminderit për kontributin, zonja presidente. Kosova ka nevojë për institucione që nuk e ulin kokën, për figura që nuk e zbejnë shtetin dhe për zëra që e përfaqësojnë kombin shqiptar me dinjitet. Në këtë kuptim, mandati i Vjosa Osmanit la gjurmë.